që 20 vite ekziston si parti politike. Aleanca Kosova e Re u themelua në maj të vitit 2006 nga biznesmeni Bexhet Pacolli. Por kjo parti së fundmi u pezullua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e në rast se nuk i organizon zgjedhjet e brendshme brenda 45 ditësh, rrezikon edhe të çregjistrohet. Ushtruesi i detyrës së kësaj partie, Vesel Makulli, ka treguar arsyet se pse u pezullua nga KQZ. Ne kena pas dy palë zgjedhje dihet ato lokale dhe nacionale dhe ka rastis me tangue afati i zgjedhjeve tona të mbrëmshme me në qëtë pjesë kur janë bazë zgjedhjes dhe zakonisht prolongohen këto zgjedhje partijake dhe në kontekst të kësaj kena bënë një kërkesë që më na ushty, më na prolongu për 4 muaj mbajtja e zgjedhjeve lokale. Mirë po në ndërkohë ata KQZ nuk e paska aprovuar, kështu që është bë pezullime. Por sipas tij, kjo nuk ka të bëjë me shuarje të partisë. Është ai afati 45 ditor gjatë së cilës duhet me majt kuvendin dhe në drejtim ne jemi duke punuar. Domethënë kjo nuk është se pak opinioni ka marrë ato si shumit partisë këtë dioni, kjo nuk ka lidhje me shumit partisë. E nëse vendi shkon në zgjedhje, cilës listë pritet i bashkohen antarët e Aleancës Kosova e Re? Ne do të shqyqojmë sikur zgjedhjet e fundit që na mor mendja që është më mirë me shku me LDK-n, që nuk është të thonë që na me vazhdu me automatizëm, po çdo që të jetë me atë parti që i kem synimet e përbashkëta, po që i kem planet e përafërta, sigurisht që me të do të shkojnë. Por partin që nga tetori nuk po e udhëheq ai i cili e themeloi. Ushtruesi i detyrës ka treguar se a mund të rikthehet Bexhet Pacolli në krye të AKR-s. Ai ka gjithmonë është vendin meritor me parti, po a do të kthehet aktiv, aty nuk jam i sigurt, për shembull, me thënë kur gjai ka shumë obligime të veta, po ajo është aty. Pas afro 2 dekadash në krye të Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli kishte dhënë ndërheqje në verën e vitit 2025.